Pothuajse e gjithë Maqedonia vazhdon të ngulfatet nga ajri i ndotur. Shkupi, Tetova, Manastiri kryesojnë listën e qyteteve me ndotje më të lartë. Autoritetet thonë se po bëjnë të pamundurën për të ulur nivelin e ndotjes, por sektori civil kritikon mungesën e masave të mjaftueshme dhe afatgjate. Në ditën ndërkombëtare të tolerancës, disa organizata jo qeveritare ju kanë bërë thirrje qytetarëve që të bëhen pjesë e peticionit të tyre të titulluar Zero tolerancë ndaj ndotjes. Sektori civil ka kërkuar nga institucionet shtetërore që të përmbushin detyrimet dhe të respektojnë të drejtat bazike njerëzore, duke vendosur masa urgjente kundër ndotjes së ajrit. E kam patjetër t'i kujtoj institucionet shtetërore, para së gjithash Ministrinë e Ambientit Jetësor, se duhet t'i respektoj protokollet, rezolutat dhe konventat të cilat vetë i kanë nënshkruar, derisa shteti konsideron se kjo është çështje strategjike. Vlerësojmë se duhet arris buxhetin për masat e parapara dhe të ndërmerr masa urgjente derisa të fillojnë të realizohen masat afatmesme dhe ato afatgjate. Shoqata për Inovacion Social Radar kërkon që gjatë 3 muajve të ardhshëm shteti të mundsojë qarkullim pa pagesë të autobusëve. Subvencioniranje na meju gradskih otrikov autobuskih. Subvencionim të transportit të autobusëve ndërqytete, vozitje pa pagesë e autobusëve për të gjithë qytetarët gjatë 3 muajve të ardhshëm, vendosjen e mbikëqyrjes inspektorale 24 orë, furnizim me pajisje për shërbimet inspektoriale, me pajisje adekuate si dhe detektim urgjent të ndotësve. Ambasada e fëmijëve me Jashi ka paralajmëruar padin ndaj shtetit për mos ndërmarrjen e masave urgjente kundër ndotjes. Smetame дека можеби е дојдено време. Konsiderojmë se ndoshta ka ardhur koha dhe apelojmë që ndonjë avokat i cili vërtet është i gatshëm të dorëzojmë një padinë ndaj shtetit sepse na i vën në pyetje jetët tona. Nëse i shfrytëzojmë të gjitha instrumentet në Maqedoni me gjyqësorin dhe gjejmë një zgjidhje përfundimtare, do të jemi të kënaqur. Nëse jo, do të dorëzojmë padinë në gjykatën ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit. Opozitaria VMRO-DPMN ndërkohë ka kërkuar që në kuvent të organizohet debat publik me të gjitha organizatat jo qeveritare për ndotjen e ajrit dhe të shqyrtohen kërkesat e tyre që kanë të bëjnë me uljen e nivelit të ndotjes.